Shumë faleminderit për ftesën. Në fakt, mirëseardhjen dhe duhet të ta uroj unë ty sepse këtu jemi në mjedisin e të gjithë të rinjve lushnjar, në bibliotekën e qytetit, që është një nga mjediset i cili u kërkua kaq shumë nga të rinjtë e qytetit tonë dhe fal punës falodhur të gjitha instancave, arritëm që ta merrnim këtë investim nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe nga nisma të rinjtë për të rinjtë dhe kemi këtë mjedis të mrekullueshëm ku do po zhvillojmë këtë intervistë bashkë sot. Këtë javë do të ketë të ftuar të riun lushnjar Dashnor Veiza, i cili vjen për të ndarë historinë e tij, njihet me sfida, përkushtim dhe ambicie, mes drejtësisë, politikës dhe sportit. Student i drejtësisë, arbitër në fushat e blerta dhe tashmë i zgjedhur kryetar i Komitetit të Rinisë në Shqipëri. Veiza i rrëfen rrugtimin e tij në politikë si pjesë e Partisë Socialiste, angazhimin që në moshë të re, dashurinë për librin dhe vizionin për të ardhmen e rinisë shqiptare. Në një intervistë përballë gazetarit Ndriçim Gjoshi, ai do të flasë për sfidat, arritjet dhe mënyrën se si politika ka ndikuar në formimin e tij personal dhe profesional. Emisionin e plot do ta ndiqni të shtunën në orën 21. Dhe i arsimuar këtu, i shkolluar këtu dhe një person i cili dëshiron që të çojë përpara virtytet e kontributit për të ndërtuar një shoqëri më të mirë për të shërbyer në komunitetit dhe për të thënë që rrugtimi im në angazhime ka nisur shumë bankat e shkollës, ku gjatë gjithë kohës kam qenë senator klase, president shkolle, përfaqësues i të rinjve të qytetit dhe vazhdon dhe sot i zgjedhur kryetari i Këshillit Kombëtar të Rinisë, institucion i cili shërben pranë Ministrisë Përgjegjëse për Rinin, pra konkretisht Ministrinë e Turizmit, Sportit dhe Kulturës.